me ti hek syt. Me ti hek syt. E kemi përmendur neve një rast që ka përmendur disa prej mjekëve. Me ti hek syt. Domthon dëgjimin, shikimin, nuhatjen, apo edhe gojen. E ka përmendur njëri nga mjekët e Britanisë në një libër të vetën, si specialisti lebrozës, se ka taku një njeri i cili i ka hup shisa e dorës, s'ka një, për shumë një prek dorën, se ka një që atë prek dikush. Thot, s'kum pa raz në botë ma të ranë se që ki. Thot, i ka hup shisa e dorës, i ka hup një hatja, për shumë ti me afru një erë, a i s'largot hiq. Për shumë erë një të keqe, apo ti me ta afru një erë të keqe, apo me një areshtin. E ka hup shikimin, s'ka pa. Edhe ka hup dëgjimin, apo edhe ka hup gojen. Thot, i ka met veç menja. Thot, ne veshtojshmi, o zoti madh, çfarë azapja të paki. O truni punon, ki as di me thonë, ej, bema, qoma, me e kap me thonë, merë bukën, zdi. Thot, rast, ma të ronë, du njës këmë pa. Shiko vëzër, Allah i mundë me ti morë që ta, a jetë ti më njëri, zemra punon. Që që i du dikujt, hetë që tu. Dvjen dikush, të prajk, senin. Kjo shqisa vëzër që ti, apo, të punon. E afron pak më nëzat, e largon. Pak më aftof. Ketë këto vëzër, po kjo paguhet. Dikush se ka këta. Si punon atina. E kështu më ratë. Kjo është elberë. Andaj vëzër, nuk ka dikush, mësimi parë, që në ka bo mirë si Zoti Gjeli Gjelalu. Ska. Edhe çdo mirësi që neve na e ban dikush vëzër, ajo është bamirësi e Zotit e shfaqur te ai. Zoti Gjeli Gjelalu i shfaq bamirësitë nëpërmjet robëve të tij, që ta shpërbleje robin. Shikoj dy fish. Ti ta ka qenë nëpërmjet një njerit, që tjetë me akancë për tije, edhe tjetra, që ta shpërbleje atë robin. E kështu me radhë. Kjo është prej mësimeve të parë që duhet ta kemi vëzër për Allahun te bareke ve teala nga emri i tij El Barr.